propozoni sot prapë në kryetar, qysh janë matematikat për më propozu jo edhe a do t'i merrni votat? Po, kjo e fundit normalisht që nuk varet prej meje, se për këtë votave, por une nëse vjen në radha ime, sikur që gjithmonë kom thonë se jam besoj që një politikani përgjithshëm, nëse vjen radha ime dhe nëse votojnë për mu, une normal që do të marrë detyrë në formën përgjithësisë që po pres që të kanë dhe parti tjera politike në Kovend. Kështu që besoj që nëse tash nuk e di procesi si do të shkoj, me siguri spari Listës Sërbe kandidoj një kandidat ose ma shumë, nuk jam i sigurt. Por nëse këtë to i shpenzoj të them ashtu kandidat që kanë, atëherë nëse vjen radha ime, une do të kandidoj. A presni me i marrë votat prej partive shqiptare, cilat nuk kanë munguar? Pa sinqerisht, jo, nuk kom biseduar, sepse sinqerisht herën e fundit kur kom menduar që kushte këtë qenë të pjekur asaj për këtë një votim i tillë, ai votim nuk ka ndodhur dhe tani nuk e kom pa dhe këto ditë që partitë politike shqiptare kanë ndryshuar qasje ndaj rasti, ashtu që po pres, besoj që është e mundshme, është shumë e mundshme dhe siç thotë dhe ai vendimi i gjykatës në një formë detyron të gjithë deputetët secili me votu, prandaj kom shpresë që do të ndodhë. Nora, ju lutem, Nora 1 kemi. Absolutisht jo, por Nora 1 kemi një konferencë për shtyp dhe kom dash t'ju shpjegoj krejt në detaje. Nora 1, që është e mundshme, kishë lutem. Okej, faleminderit shumë. Hajde. Kolegun Nenad Rashić. Për dikë tjetër? Jo, asnjëherë për Radojqićin edhe shpurrën e tij.